shumë gjishme, kur je marrë dhe se me aeroplan ka multu shumë. Edhe tash, një non, një thmivit 4-5 vjetë, shqiptar thmivit, shqiptar nona, i fol 2 fjallë gjermanisht, 2 shqip, edhe shof ka është një ndryshim i mahnet shumë është. Edhe vinë thmija këtu, prej Zvicës, edhe qalojnë gjuhën shqipe të folnit, brengose, pse, thu është kjo një turist zvicran apo gjerman, apo një shqiptar i lindur për një nane shqiptar edhe bab, edhe sot qalon gjuhën shqipe, ai nuk e zot në mirë, vallaj mu brengos. Po tham, edhe inshallah, me këtë vitin që vjen, liberalizimi vizav, do t'ju jep mundësi me shku me pa njerëz edhe me ardhe më këthy edhe me stabilizu, se nuk është ashtu s'ka mendohet gjithmonë, por është një realitet tjetër, se do të me punu shumë, edhe mbetja është e vogël, por vetëm se punë kitë regullt, por në të vërtet lumturi dhe kënaqësi fort nuk ka dhe atje. Vendlindje Naser Reshani e kishte fshatin Grajqevc të Suharekës. Mirë po jo shumë e vonë, familja e tij vendosi të shpërngulej në Prizren, më saktësisht në fshatin Lutogllav. E si i ri, Naseri u përball me shumë vështirësi. Kjo shkaku i kushteve të vështira, sidomos në etapën e shkollimit. E kjo ndikoi që në vitet e mëvonshme, ai të merr rrugën e mërgimit. Bac, ti faleminderit shumë as pare që na pranove me bërë një intervistë me njëve. Ti i lindur në i rritur këtu në Lutogllav, po? Jo, unë jam i lindur në Grajqevc, komuna Suarek. Por që 55 vjetë na jetojmë këtu në Lutogllav. Është një fshat i mirë, që 55 vjetë që jetojmë këtu, asë një incident nuk e kemë, është shumë qetësi, është fshat i bukur përbohet prej shumë të ardhur këtu, por me të vërtet respektojnë rregullat, të respektojnë njëri tjetrin, edhe kemë një jetë shumë të mirë. Bac, a mundesh më kallëzu pak për fëminin tonë, që shukon fëminia jote? Po, unë jam i lindër në Grajqevc. Koha ka qenë atëherë bukur e vështirë. Une e maj men, kemi qenë pak edhe fukara atëherë. Një skame ka qenë, bjeshk është, një rafsh nalt është ai veni ku kemi qenë mahalla jonë. Ako një jetë e vështirë. Une e maj men, bukën në qerep, po pa atë mbulojnë pasat, veç me prush që e kanë mlu, e maj men. Edhe gradualisht, koha ka ndryshu, kemi fillu t'i kur me gjallarët kanë hinë punë, me ndryshu jeta, me ndryshu edhe fshati, edhe po baba jem, Sinani, Sinan Jemini, nuk ka pas shkollë, po ka qenë shumë i meqëm. Edhe e ka pa të arsyeshme me u shpërngull për atit për shkak se rrugë nuk ka pas, rrugë o konë shumë e vështirë. Apo më kallëzon pak për shkollën, a i konë të në shkollë? Po, une shkollën fillore, 4 vjetë, e kam krynën këtu në Lutogllav. Pastaj 4 vite kam vazhdu, se këto ka qenë vetëm 4 vjeqare, kam vazhdu në Korish, në shatin Korish, ku na si të ardhen këto po gati njësojmë apo e logarismi sukur një fshat, se jetojna mirë, kur pa incidente na kanë prit mirë, edhe aty kam kry 4 vite. Pastaj shkollën e mesme e kam krynën në Prizren, teknikën. Edhe 2 vjetë kam vazhdunën në shkollën e lartë në Frizaj, automekanik. Si e kam kryen automekanik shkollën e lartë, ta nuk në kanë dhonë mundësi këtu, me thonë drejten, me gjithë një vend punës. Edhe shkaqet ekonomike nuk e kanë bon të mundshme që me një rrugë të këtujt me jetu disi, i kam pasën 2 gjallar në Zvicër, edhe ata
ma kanë bo një garancion. Vitet 85-ta, kam shkunën, atër ka qenë me sezona, 4 vjetë. Këna punonën që tybe sa një vit, sa për 2 vjetë. Se për shkakt se Zvistroni nëse nuk punojnë ti, me qenë tepër i sukses shumë, bajnë ke seleksionimin edhe i marrë ke vetëm njerëz të sukses shumë jatë zotë që ishin. E ashtu që mas 4 vite e kam marrën vizën B, edhe me banim të përherë shumë tani. Aty e kam fitu statusin, pastaj kam punu në ndërtimtarie, kam punu në telekomunikacion kam punu njës disa vite, me ngjit interneta, këto kam asi, edhe kam punu edhe në tregti kam punu atje, edhe një jetë pak e ronë, se fëmi nuk i kum pas me vetë une, teri vënë. I kam pas teri para 7 vite, në fëmi nuk i kum pas, veç grune kum marë, se për shkak se pleshti kum pas, në babën dhe nonën, edhe ashtu që nuk mu ishna me lanën këta, e mi marrën e fëmin. Tani situatë është që së një mora fëmin fare veç shoqën e kam marrë. Pasi filloi jetën e re në Zvicër, Naseri thot se familja e tij në Kosovë kishte marrë përsi për t'i gjente nuse. Mirë po ai nuk kishte as idenë se kush ishte gruaja me të cilën do të kalonte jetën e do të krijonte familje. Bas në atë kohë martesat janë bu me si fëmijë. Ti qyshem atu? Vallaj, une me thot drejtën, në shkollë kam qenën, por këna qenë pak ma klasikë, me thot drejtën të ashti. Edhe une me mësit jem martuan. Jem konë Zvicër, as nuk e kum dit bilikan jam të e fejuën, por kam qeni bindun se atëherë këna pas lidhjet farefisnore, miqësie, jarani në përmes lidhjeve, ashtu që me ulumtu që me konë familja mirë, me konë vajza mirë, me konë, jenë këshyrë disa objektiva për para me qenë karakter me pas fort, me qenë e sjellshme, edhe ashtu që une për veti e kam pas një bindje se veç nëse aja vajza është e shnosh, e meqme, do t'ja arrim me jetu, pse do t'bashkëpunojmë ne, do të mundomi t'i japim një tjetrit atë që dim për ta ndërtu në të ardhmen, edhe ka qenë një opcion jonë vetëm e ndërtu të ardhmen në mënyrë ma perfekte, në mënyrë ma sinqert, edhe jo mënyrë komerciale, po vetëm sinceritetin edhe një dashurit vërtet, pse një familje vërtet jetë një fshat i vërtet, një qytet i vërtet edhe një popull i vërtet. Për ndryshe o konë vështirë, se unë i kam mësu disa opa edhe në përëndim atje, por e kam marrë ata që kanë shumë kvalitet, po e kam rujtë edhe aja këtushka ka qenë kvalitet. Edhe i kam kombinun me zveti, ashtu që me dalën një familje e shnosh. I kam 2 vajza dhe 2 djem i kam, të gjithë i kam të martun, e një djallë i dyti, i voglit dhët, është martu këtu me një vajzë, letrat aja ka jetu në Gjermani, edhe pasoshin Gjermane ka, edhe në përmes asoj vajzës, ajo ka nejtë një 6 muaj në Gjermani, e pastaj ka artonë në Zvicër, edhe ashtu që banoj më një banes, më një krejt, po unë e në levizi edhe kënera një, por më një bashkarisht jemi, më një familje jemi. Si prind, Naserit zemra u nda në copa, pasi fëmijët i mbetën në Kosovë, pasi kishte të pamundur t'i merrte në Zvicër. Atje e ki veç një fëmijë, veç djalin e kja? Po veç një djall, 2 vajza i kam këtu edhe djallin e madh këtu i kam. Të dytë janë të martun, edhe kanë fëmijë. Për këta fëmijë që t'kanë me këto, që s'ke mujt me i marrë jashtë. A je mërzit ma ndej kur t'ka dalë djalli i dytë edhe i ke ditë që këta t'kanë me këto s'ke pas mundësi me i marrë jashtë?
Qyre, jeta është në koncept në vetë jo pak problem me i kompletu se dhe kur të rritën ata vetë shpërndohen është problem. Por unë me thot drejten, ai djali ka pas gjithë dëshirë me dal jashtë. Unë gjithë ju kum dhonë ligjerata këtu në tjej e ardhë mja këtu. Duhet ne të provojmë të agjojmë vetën në njërë vetanake të organizomi edhe të jetojmë. Pare ka qenë gjithë një veç për jashtë. Edhe ka qenë djali zgjut shumë, edhe sot mirë është, punon mirë, i ka punë, por këta që janë këtu, vetëm vajza modhe ka pasën pak shije apo etje për me dal jashtë, por djali madh edhe vajza vogël ju, edhe janë të kënaqën, po dhe vajza modhe edhe pse nuk është dal jashtë, tash është shumë e kënaqshme, se shtëpinë e re e kanë marrë unën, i ka 30 vjetë vajza qëto, shtëpinë e re i ka 2 fëmijë, edhe një jetë bukur këto, burri është shumë djali mirë, punon, është gipser, punon asine, edhe e kanë gjetë venin këtu, tash të thojnë, shumë bukur jemi këtu, e ka kaluat fazën ku e ka pas atë etjen për me dalën jashtë, po s'ka mujt, edhe tash të po pëlqen, po shumë bukur jemi këtu, edhe janë të kënaqën. Martesën përmes mësitit e kishte përjetuar edhe vetë dhe ishte ndarë shumë i kënaqur. Prandaj, ai ishte përkujdesur që disa nga fëmijët e tij t'i martoi përmes mësitit. A ke vazhdu traditën me martu edhe fëmijën me mësim? A i kanë gjithë fëmijëve, përveç djalit ti? Vajza e modhe e kryti shkollën e mesme, faza e fejesës apo e njoftimit mas shkollimit nuk e ka orientu fort, edhe pasi që nuk e ka orientu, në shkollë të lartë nuk shkoj në shkollë të lartë apo në fakultet. Tani jemi mundu që me gjetën një familje të mirë dhe nëse kontaktet ku shkputët për shkollimit është pak ma vështirë, edhe ashtu që në përmes sebepëve apo njofësisë si vajzën e madhe e kanë fejuën, edhe djalin tani është i dyti djali madh, edhe ata ashtu në përmes miqësisë, vajza vogël në shkollë mesme e kanë njoftë atë djalin, por më ka propozu babi me dalë ti me e pa, nëse ti jam me rrethonat, unë e njoh si personalitet, por nuk e njoh unë në tërësi, familjen e gjëra tjera nuk i njoh. Nëse propozon të i gjëra tjera janë bukur mirë atër, unë e pëlqej që atë djallë kish me qenë mirë, edhe kam dërmarë më njerë unë, e kam hulumtunën, rrethonat, edhe kish qenë një familje shumë e mirë, djali mirë, edhe është feju për ata që e ka dashtë. Por e këna ndihmunën maksimalisht. Bas, cilën qik tu ka dhimë të ma shumë, nëse muna me thonë, kur e ke jetë? A e matja e hu? Valoj, mu më dhimën kretë. Unë e kam një ndjenë ashtu, se kam hjek pak që kam qenë gërbet, për thëmi kam pas një jetje edhe nuk muj mi dalu, interesant. Edhe sot e kësaj ditës, muj mi dalu, edhe jo veç vajzat, po thëmin e tynen, s'muj mi dalu, shumë i du edhe nuk kam një ndjenë që me thonë një onës ma modha, apo ma shumë ma pak ndaj një onës. Me vërtet i du të dyja, edhe djemt edhe vajzat, pa dalim shtu, unë nuk di me bo dalim. Shumë, për vjeti kam hjek, po për tjertë kam kontribu shumë edhe nuk kam bo dalim kur, po kam qenën i til edhe tash mona nuk ndryshojmë. është. E Naserit i dolën fjalët që i thanë të moshuarit për një përëmbesa. Pasi ata, po ja mbushin zemrën e po jepin energji. Pas ke edhe një pa dhe mesa. Po. A është e vërtet që mandej një pat dhe mesat i dënë ma shumë se fëmijët e tu? Tu kemi diçka të vërtet. Plesë në kanë thonë gjithmonë se nipat duhen ma shumë, por ne
derisa nuk e përjeton njëri, mundet me marrë si leksion apo si këshill, por derisa nuk e përjeton, është pak ma, është, si themi, studimi është ma i varfën. Kur e kam përjetuar unë, me të vërtet, ndoshta ka edhe koha pak ka ndryshim, pse kemi kohë ma shumë i dashtë, se atë nuk unë pas kohën më morë me fëmi, edhe tash dashuria bëhet edhe në atë aspekt, nëse i afërsi më ofër, nipat e kam një mes edhe një shumë i du, shumë janë një rasi, jo veç i du, po jetoj me ta tash, po ma kalojnë kohën, po më frymëzojnë disi, po më japin energji, vallaj, po më japin energji, jam jashtëzakonisht i kënaqur edhe po e kaloj një kohë të mirë. Sipas tij, teknologjia u humbi mendjen të rinjve, e respekti nuk është njësoj si dikur. Bac, çka po mendon për rinin e sotit? Për trejat, për trit, mënyra që zhveshën, mënyra që dalin. A e kanë respektin që kemi pas jo më herë? Kjo koha ka ndryshu, po ka ndryshu unë si e shoh. Gjithmonë them unë që unë e perceptoj edhe sa ku mujt unë me e kuptu. Ndryshimet, për shembull 20 vjet e fundit janë bën ndryshime shumë të mëdha. Por më duket kanë jarmu, janë bën ndryshime të mëdha, por jo shumë të pjekura. Jo shumë, si themi, hap pas hapi, logjikshme edhe suksesshme. Elektronika ka dominu shumë, edhe shofun edhe shpesh bili edhe me familjen teme, unë bisedoj thamej, duhet elektronika o për të mësu diçka, po për të informu, por jo për ta humbë kohën e vlefshme në elektronik, edhe duhet t'i kemi gjërat parasysh se jeta don gjërat mira dhe ato që i kemi pas të kalunët, duhet t'i mbajmë na, duhet t'i frymëzojmë, e nëse ka diçka, çka do që ka tashtit mira, ne duhet t'i marrmi, po jo t'i hupmi ato të kalunët, se respekti ka qenë mbi gjitha, respekti ka qenë shpirti njeriu përpara, edhe puna, mikpritja, ka qenë gjitha gjërat përpare o mendu që duhet me pas me jetu, por ka qenë si një domosdoshme, por jo kryesore, si kur sot, e cila po thuhet se vetëm pare, edhe kemi raste ku lot kanë, po dominojnë për shembull pleqt, po kanë ankesa. Unë nuk i kam marrë fëmin për shkak se pleqt i kam pasur dhe për atë arsye, ai i cili më ka lindë dhe më ka rritë, nëse unë nuk ja baj zmetin në kohën kur ai ka nevojë, atëherë çka do të më pret mua? E për atë arsye, shofune këta trit kanë evolu pak si shpejt, të pa përgatitur, të pa pjekun, po fajet i kemi edhe ne që duhet me punu, familja duhet me punu, me si cilin fëmijë, si cila familje duhet me fëmijët vetë me punu për ta ndërtu të ardhmen, për ndryshe. Rrugën e mërgimit e ka marrë dhe djali i tij, i shtyr nga shokët, por siç thot Naseri, mërgimi i të birit i doli siç i tha ai, e jo siç ja përshkruan shokët. Bac, apo dhimbën këta tritit që po dalin jashtë? Shkojnë kur vetë? Une gjyshiri kam dalë dhe kam punu punë të rana, të vështira. Djali i dytë, i cili ka dalë në Zvicër, pejtë Gjermanisë e ka ardhë aty, i kam thonë në zdiser, babi, këtu është e ardhmja, këtu është, edhe ja kam spjegu në detale, ashtu si që kam përjetu në. Nuk e ka besuaj, pse ka pasën edhe faktor tjerë, apo ka pasën rinit tjera cilat i kanë modifiku gjërat, jo ashtu si që janë, edhe kanë ardhën këtu me një kërë tjeshë, me një diçka, edhe e ka pas atë ndër,
por kur ka ardhur atje i ka dalë realitet ashtu siç i kam thonë unë, e jo siç i kanë thonë shokët, edhe për atë arsye nuk o penduat shumë, por mendon, edhe shpesh e kemi bisedu babi më në 10-15 vjetë, nëse nuk punoj me kriju diçka dhe mu kthy atje, atër pak do të është për mua. Pse unë nuk do të kam të ardhra ashtë sa duhet, se do të mupin fëmija, se shkollimi edhe emancipimi i fëmijët bëhet në frymën e një kombi tjetër, mos harro. Pse shkollimet atje bëhen në shumë prindit kanë ku pak më ne me fëmija atje. Edhe shoh ka është një ndryshim i mahnetshëm është. Edhe vinë fëmija këtu prej Zvicrës, edhe çalojnë gjuhën shqipe të folnit, brengose, pse thu është ky një turist zvicran apo gjerman, apo një shqiptar i lindur për një nane shqiptar dhe bab, edhe sot çalon gjuhën shqipe, ai nuk e zot në mirë, vallai mu brengos. Po tham, edhe inshallah me këtë vitin që vjen, liberalizimi vizave, do t'ju jep mundësi me shku me pa njerëz edhe me ardhe më kthy edhe me u stabilizu, se nuk është ashtu çka mendohet gjithmonë, por është një realitet tjetër, se do të me punu shumë, edhe mbetja është e vogël, por vetëm se punë kitë rregullt, por në të vërtet lumturi dhe kënaqësi fort nuk ka dhe atje. Naseri friksohet asimilimit, pasi të rinjët po ikin e fëmijët e tyre dita ditës, po shkrihen në traditat e kulturat të huaja. A rrezikohet mu asimilu populli kosovar? Masi veç janë të dalë që ka shumë edhe nuk kanë më kthy dritit në shtë të mehet. Vallaj, edhe kjo pyetje është shumë e ven. Jo vetëm që rrezikohet asimilimi, por rrezikohet këtu edhe udhëheqja e mirë e familjeve. Nuk punojnë me fëmijë, nuk punojnë si popull, jemi, shme thonë, nuk e di pse a nuk e kuptojmë apo nuk dojmë, kemi mungesë mëdha, edhe fëmija nëse dalin shumica jashtë, edhe këtu do t'jesin vetëm plesht, atër ne do të marrëmi nga jashtë dikush, edhe atër edhe ne do të pësojmë një kolaps apo një përzirje e kombëve, e gjeneratave ndryshme, edhe martesa mund tjetë, edhe krejt, sikur tanë kanë shku atje dhe jenë martuën, edhe aja mund me ndosë se këtu, vinë edhe prej tjetër kafit, edhe martuën dhe ashtu që ne jemi edhe popull i vogël, po jemi i pa përgatitën. Jemi i pa përgatitën, pse jemi i pa përgatitën? Se lexojna pak, i studiojmë gjërat pak, nuk i marrëmi me seriozitet, edhe nuk e llogaritmi ne afatgjatë të ardhmen, po veç sot për nesër hakim, por aja do të na kushtosh shtrenjt. Do të na kushtosh shtrenjt, edhe po shpresojmë spaku institucionet që ta kuptojnë edhe t'investojnë këtë drejtim. T'investojnë këtë drejtim, ta zgjojnë atë detyrën e cila duhet me investu në profilet ndryshme edhe për me e bot mundshme që me pas trit, mos me ikë shumë, me qenë këtu, e me kriju një stabilitet, një tardhme të mirë për ndryshe. Nëse shteti nuk ban, individualisht kemi dështuan. Pikri shteti duhet ban me çdo mos me investu në rini edhe në perceptimin e gjërave të drejta dhe të mira. Qoftë në administrav, qoftë punë të ketë këtu, unë nuk e di nga njerë se si është rrethonat, por nuk jam i kënaqur ka njerë, me thonë drejtën kur i shoh gjërat si shkojnë, si metri, si në komunikacion, si ku do qoftë, është ja e qëllimshme, ja e padishme diçka shumë. Nuk e di, nuk jam fort i kënaqur, po të thamë.